Përshëndetje Arbri, sot desha të merreshim pak me pjesën e ushtrimeve. Ushtrimi i parë, kopjoni dhe plotësoni fjalitë e mëposhtme. Kimistët punojnë në një laborator duke përdorur pajisje të cilat zakonisht quhen aparate. Gotat kimike, balonët konik dhe cilindrat e shkallëzuar janë të gjitha në qelçi që përdoren për të mbajtur lëngje. Vizatoni një skemë që përmban një gotë kimike, një trekëmbësh, një ballon konik, llampën e gazit Bunsen, një hingë filtruese dhe plovëza. Më poshtë jepen disa pajisje matëse, cilindër i shkallëzuar, kronometër, peshor elektronike dhe termometër. Cila nga këto pajisjet përdoret nga mjekët? Përdoret termometri për matjen e temperaturës. Trajnerët e atletikës përdorin kronometrin për të matur shpejtësinë e vrapimit të atletëve. Shitësit e floririt përdorin peshorin elektronike për të peshuar sesi të vogla të floririt, ndërsa farmacistët mund të përdorin cilindrin e shkallëzuar, peshorin elektronike, me ndonjë rast përdoret edhe termometri. Përshkruani shkurtimisht se përse përdoren secila nga këto pajisje. Masha përdoret për të kapur provzat nëse ato i nxehim në mënyrë që mos i kapim direkt me duar. Balloni konik shërben për të për të mbajtur lëngje, për të përgatitur solucione kimike. Spatula përdoret për të marrë sasi të vogla të lëndës së ngurtë. Mund të përdoret gjithashtu edhe për të bërë përzierjen e lëndës së ngurtë me lëngun, duke formuar një si tip paste, ndërsa pikatorja përdoret për të marrë sasi të vogla të lëngut. Nësi ju kërkua që të ngrohte 100 cm3 ujë në një gotë kimike me llampën e gazit Bunsen dhe të maste temperaturën e ujit çdo 2 minuta me anë të termometrit. Skiconi një diagram të aparatit për këtë eksperiment. Ky është një diagram. Në vizën e poshtme kemi temperaturën në gradë Celsius dhe në shigjetën e lartë kemi kohën çdo 2 minuta. Do të shikojmë se diagrami i krijuar do jetë një vizë ngjitëse deri në 100 gradë Celsius. Pra me kalimin e kohës rritet temperatura e lëngut. Llogarisni kthimin e këtyre njësive. 3400 cm3 në litra. Duke e ditur që 1 litër është e barabartë me 1000 cm3, për të kthyer centimetrin kub në litër, ne pjestojmë me 1000. 3400 cm3 pjesëtim për 1000, na del rezultati 3.4 litra. Ndërsa, kur do të kthejmë litrat në centimetër kub, bëjmë veprimin e kundërt e shumëzojmë me 1000. 3.8 litra herë 1000 na del 3800 cm3. 0.5 kg ta kthejmë në gram, duke e ditur që 1 kg është e barabartë me 1000 gram. Kur kthejmë nga kilogram në gram, ne e shumëzojmë me 1000 dhe 0.5 kg herë 1000 na del 550 gram. Kur do bëjmë të kundërtën, të kthejmë nga gram në kilogram, gramin e pjestojmë, vlerën në gram e pjestojmë me 1000. Do me thënë 2400 gram e pjestojmë me 1000 dhe na del 2.4 kg. Ndërsa përsa i përket kohës, 1 minutë është e barabartë me 60 sekonda. Dhe kur kemi të kalojmë nga minuta në sekonda, e shumëzojmë me 60. 4.5 minuta që ta kalojmë në sekonda, e shumëzojmë me 60 dhe na del 270 sekonda. 1220 sekonda ta kalojmë në minuta dhe sekonda. Në qoftë se e pjestojmë 1220 me 60, na del diçka më shumë se 20 minuta. 1200 pjesëtim për 60 dalin 20 minuta dhe 20 sekonda. Duke parë këtë figurën, do të listojmë të gjitha rregullat cilat janë shkelur në sigurinë e laboratorit dhe lëndët e rrezikshme që janë përdorur. Fillojmë një herë me rregullat.
E para e punës kemi nxënës të cilët tallen dhe bëjnë shaka duke vrapuar në laborator. Një gjë e tillë nuk lejohet. Një nxënëse tjetër e cila po bën një eksperiment pa dëgjuar çfarë i thot mësuesi. Kemi një djalë i cili po hedh lëng mbi një llampë, me sa duket këtu. Kemi këto çantat edhe xhupat që nuk janë vendosur në vendin e caktuar, kështu që i pengojnë ato gjatë veprimeve në laborator. Kemi këtë djalin se ç'a po gëlltit, domethënë nuk lejohet të gëlltitet. Kemi po këtë djalin edhe diku tjetër që nuk ka vendosur syzet e sigurisë në laborator. Kemi këtë djalin tjetër këtu që përveç se ka syzet, i ka drejtuar syt tek provëza. Kemi këtë vajzën e cila po hedh një solucion në bidor. Mund të jetë e rrezikshme sepse mund t'i dëmtoj lëkurën. Ky djali tjetër po ja drejton provëzën këtij djalit këtu. Ka edhe shumë gjëra të tjera, po ta shikosh me vëmendje. Duhet kemi parasysh që nuk gëlltitet asnjë gjë në laborator, nuk pihet asnjë nga solucionet se mund të jenë të rrezikshme. Duhet kemi kujdes, domethënë, që mos t'i afrohemi të ruajmë syt. Për t'i kujtuar nxënësve rregullat e sigurisë në laborator për mbetjet e rrezikshme, vizatoni simbole që mund të përdoren. Mos vraponi në laborator. Kam vizatuar një djalë që po vrapon dhe i kam vënë një vizë të kuqe, që nuk lejohet. Mbani syze mbrojtëse gjatë eksperimentit. Kam vendosur shenjën e syzeve dhe kam shkruar mbani syze. Mos e drejtoni nga shoku një provë që sapo e keni ngrohur. Kam dy njerëz që po punojnë me provëza dhe i kemi vënë edhe një flak bunsen, në mënyrë që të kemi kujdes, domethënë kur ngrohim provëzat mos i drejtojmë nga njëri tjetri. Luani një fjali për të shpjeguar kuptimin e secilës nga fjalët. Fjala gërryes, substancat gërryese janë ato që mund të shkaktojnë djegje dhe shkatërrim të lëkurës. Që merr flak. Substanca që marrin flak janë ato substanca që në kontakt me ajrin marrin lehtësisht flak. Substanca helmuese janë substanca që paraqesin rrezik serioz ose shkaktojnë vdekje kur helmohesh me to. Ndërsa irrituese janë substanca që mund të shkaktojnë acarim të lëkurës. Nxënësit e klasës së 8A po vërtetojnë eksperimentin e shkrirjes dhe ngrirjes. Ata duan të gjejnë nëse shtimi i kripës e rrit shpejtësinë me të cilën shkrin një kub akulli. Ato kanë menduar që ta kryejnë eksperimentin duke matur sasinë e ujit që formohet nga shkrirja pas një intervali kohe. Nxënësve u janë dhënë disa pjesë të aparatit. Një enë me kuba akulli, shishe me krip, një cilindër i shkallëzuar, një hing dhe kronometër. Shkruani qëllimin e këtij eksperimenti. Qëllimi i këtij eksperimenti është të gjejnë nëse shtimi i kripës rrit apo jo shpejtësinë me të cilën shkrin një kub akulli. Vizatoni skemën, si duhet ndërtuar aparati që do të masë vëllimin e ujit për të pas një farë kohe. Kjo është një ena me kubën e akullit, hinga ku hidhet kripa dhe her pas here, ndërsa shkrin ujin çdo 5 minuta të zëm, derdhim sasinë e lëngut që është tek ena me kuba akulli, tek cilindri dhe matim sasinë që shkrihet për atë kohë. Vizatoni skemën si duhet ndërtuar kjo. Shkruani një përshkrim të metodës ku të tregohen hapat që nxënësit duhet të ndjekin për të zbuluar si kripa ndikon në shpejtësinë e shkrirjes. Kjo sigurisht që bëhet duke bërë një krahasim, domethënë sa shpejt shkrin uji kur nuk përzihet me krip dhe sa shpejt kur përzihet me krip. Me anë të kësaj metode ti mund të shohësh që nëse na shtojmë krip, ne do na shkrijë më shpejt uji.